gjë të re të fundit, sepse autori e ka pranuar dhe ka dozuar me pistolet. Atëherë ka informacionet të fundit që se si ka ndodhur ngjarja, sepse edhe kjo është pak a shumë kështu. Në momentin që gjyqtari ka vendosur, domethënë në vendimin e tij të kaloj ose më saktë pro palës tjetër, ai ka nxjerrë armën e ka qelluar, më pas është larguar nga salla e gjyqit, ka dorëzuar armën te roja e gjykatës dhe ka qëndruar në obokun e gjykatës së apelit. Ai ka dorëzuar te roja. E ka dorëzuar armën te roja dhe më pas sa ka ardhur një nga patrullat e përgjithshme që ka qenë aty afër, nuk ka bërë rezistencë, por ka qëndruar aty derisa është arrestuar nga punojës së policisë. Nuk ka tentuar të largohet, nuk ka tentuar të arratisë, por ka qëndruar në oborrin e gjykatës. Okej, një sekondë Alona, të lutem. Çfarë është kjo situatë? Si e psikologjistë këtë që tregoi Alona? Domethënë, e ka bërë i ftohtë fare. Në dijenin time është një konflikt i vjetër për një godinë që quhet në Shkodër shkolla rezervave, në cilën ka disa vendimarrje gjykatash edhe institucionesh. Të gjitha burojnë nga fakti që kjo pronë nuk është regjistruar rregullisht në regjistrin e pasurive të palyqshme. Do nga hipoteka. Pra shteti shqiptar ka një regjistër i cili merret me ligjshmërinë edhe me rregullsinë e regjistrimit të titujve të pronësisë edhe të mënyrës me cilën transferohen pronat nga shteti tek privati. Në kundërshtim me legjislacionin e kohës, me legjislacionin që doli në vijim, janë krijuar konflikte artificiale mes familjes Shkëmbi edhe personave edhe një grupi familjesh të cilët janë futur për strehim në një shkollë, e cila ndërkohë ky ka privatizuar. Kjo e ka pas familja Shkëmbi e ka pas me vendim Komisionit të Kthimit Pronash. Me vendim të Komisionit të Kthimit Pronash, do të thënë ai që të trashëguar. Do të thënë që nuk varet, nuk dihet nëse ka trashëguar apo ka qenë vendim abuziv apo ka qenë vendim i cili është nënshtruar verifikimeve gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit. Dhe Astrid Kalaj i ka dhënë të drejtë atyre që kanë zaptuar, siç thot ky vetë pretendon. Thonë vetë konflikti ka, domethënë një konflikt pronash i cili zgjat mbi 30 vite. 30 vjet ka. Mbi 30 vite. Mbi 30 vjet. Pra i takon. Qysh nga viti 1994, domethënë deri sot. Pra një institucion i cili nuk e ka të regjistruar pronën në emrin e vet, një subjekt i cili e tetërson pronën, personat cilën futen mbarrin zotërimin dhe nuk e regjistrojnë domethënë posedimin. Piknisja avokat është hipoteka. Absolutisht, hipoteka ka qenë domethënë organi kryesor i cili ka penguar zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Ka qenë totalisht një organ i administratës, një parti politike e cila i shërbente partisë në pushtet edhe aleancave domethënë saj. Tani, një pyetje kam avokat edhe për ty Alona, si ka mundësi, edhe ti në fakti ti Andi e the pak më parë që si ka mundësi Ministria e Brendshme tha që policia nuk mban përgjegjësi për sigurinë në gjykatë? Jo. E tha tani? Jo, siguria në gjykata sigurohet nga punonjës privat, sigurohet. Nuk ka punë policia. Po ka drejt ministri. Posaçëm domethënë të cilat zhvillohen për sa i takon sigurisë në gjykata, ka një punonjës sigurie, çdo kontroll është formal. Ai ishi gjykatës? Punonjës i sigurisë? Punonjës i sigurisë nuk është gjykatës, është punonjës. Është i gjykatës, i administratës. Janë disa punonjës sigurie. Të gjykatës. Të gjykatës. Alona, kështu është? Gjykata është nga polici private, Iliriana Guard më duket se Ilirian Gard, por jo, unë them personi nuk është nga Ilirian Gard, nuk është ka polici private, është pjesë e administratës. Tani personi që është arrestuar madje, i kujt është? Ka disa breza sigurie për të hyrë në gjykatën e apelit. Pra nuk ka vetëm për ditë atje. Patjetër, unë sot kam qenë në orën 2, domethënë kam dalë nga gjykata e apelit edhe normalisht situata ishte e qetë. Do të thënë avokati që folëm ishte gjysore para tha ai. Unë tha ishte në gjykatë dhe gjysore pas ndodhej ngjarje. Çështja duhet të ketë nga ora 3:30. Është gjykata e apelit. Çështja në cilën orë ka ndodhur fiksa Olona? Tani rreth orës informacionet që kishin telefonat është rreth orës 3:30 ose 4 pa pak ka qenë një informacion, por që mund të ndodhte pak më herët për shkak sepse varet kur është bërë telefonata tek salla operative. Ka qenë pak si ende e pa qartë se çfarë kishte ndodhur. Por padyshim që ai unë të paktën çdo lloj gazetari që do të futet në seancën e telefonit nuk i lejohet brenda. Kështu që se si
detektori që kalon nuk ka dhënë sinjal kur ai ka pasur një armë me vete. Po gazetarët i shikojnë kështu sikur mbajnë triton me vete. Detektori ka qenë jashtë funksionit, besoj. Sot nuk e kam dëgjuar domethënë që të ajo pritë avokati po jep një fakt shumë të fortë. Domethënë sot kur ju hyt atje. Kemi hyrë domethënë në gjykatë, kemi kaluar domethënë te detektori dhe nuk kishte domethënë sinjal, që do të nuk kishte atë pipin e fatshëm. Tokën e ripitor, nuk i detektor. Nuk patë sinjal fare. Nuk patë sinjal domethënë. Kjo po jep një fakt, po jep një detaj avokat Ylli Kameri që sot kur kanë qenë në gjykatën e apelit nuk kishte fare detektor, domethënë nuk kishte sinjal. Kjo komplikon goxha pas. Kjo pastaj po si ka funksionuar pastaj? Tash çështja atëherë çfarë duhet kemi parasysh që në momentin që janë konceptuar gjykatat shqiptare shikohet domethënë që janë konceptuar në formën e një akti korruptiv të jashtëzakonshëm, pra i dukshëm, edhe nga një sy i lirë. Në të njëjtën sallë të vogël, në një ambient domethënë të pamjaftueshëm, presin palët kundërshtarë. Presin viktimat, presin paditësat të paditurit, ankusat, kundër ankusat, pra në një ambient domethënë shumë të vogël, një ambient domethënë i cili nuk besoj domethënë që është më shumë se sa 3 dhoma një kuzhinë, sipërfaqja, nuk i kalon as 100 metra katror. Ky është standardi me cilin është vendosur pritja publikut. Dera kryesore, po të shikosh domethënë vetëm gardhet e gjykatës, mënyrën domethënë se ku futesh, domethënë e merr vesh që ti nuk po futesh për të marrë drejtësi, po futesh në një ambient i cili i ngjan një kooperative moderne, nuk ka pamjen e gjykatës, nuk ka asnjë lloj hije. Mu më vjen turp nga vetja, kam një foto që e kam bërë domethënë në gjykatën e Ahenit në Gjermani. Dukeshe shumë i vogël, përpara një ambienti të jashtëzakonisht madh, ti dukeshe shumë i vogël domethënë. A ti thua për kubaturën sepse i kanë kubatura, hapësira, në momentin që futesh domethënë ti nuk ndihesh domethënë i plot fuqishëm, e merr vesh që edhe gjyqtarët që kalojnë janë miza të vogla domethënë ato korridore. Pra ke esencin domethënë që je shumë i vogël. Pa një gjyqkat ndoshta një landi periferik domethënë për Gjermani. Ndërsa këtu futesh në gjykatën e shkallës parë, në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Më trondit me këtë që sot orën 2 ke kaluar aty dhe s'kishte fare detektor. Nuk ka sinjal detektori. Detektori ishte sepse detektori është pajisje. Po mi pas ka detektor, nuk është funksion. Ishin rripat në të cilët domethënë duhet detyrimisht. Po personi ishte aty? Po kishte të dy personat, oficeri i policisë. Po kështu kishte kështu që shko, ky është me mua, mos e kontrolloj këtë, se ky është me mua. Po tash ne jemi gjithë domethënë aty persona të cilët jemi të njoftur edhe që bëhen domethënë kjo, duket domethënë ky familiariteti. Pra vjen një moment që duhet të zhduket domethënë familiariteti nga ambientet publike, sidomos në ambientet domethënë që mund të përbënin rrezik domethënë për gjykatësit. Tani çfarë duhet bërë? Por kjo është detyrë një lloj inteligjence e cila duhet merret me sigurinë e gjyqtarëve. Kjo është domethënë masat të cilat duhet merret, do të sigurohet siguria e gjyqtarit, siguria e prokurorit, siguria e sekretarëve, siguria e ftuesave në gjykata. Po të gjithë duhet të jenë domethënë rrjedhoja një studimi të inteligjencës për mbrojtjen e personave. Nuk rezulton të jetë i tillë. Besoj domethënë që rregulloret janë kopje, fotokopje të vjetra të manualeve të mbrojtjes së personave dhe nuk kanë lidhje as pak me situatën domethënë ku ndodhemi. Aulona, çfarë duhet bërë sipas mendimit tënd, edhe nga ajo që ti ke si eksperiencë si gazetare? Unë mbaj mend në seancët gjyqësore që para shumë vitesh, sepse unë kam disa vite që nuk dalë në teren, por që para disa vite që shkoja në gjykatën e Krimeve të Rënda, në gjykatën e Tiranës, nëse mbaj mend gjyqin për Gërtecin, gjyqet apo dosjet e ujshme dhe të famshme, dosjen e bandës Lushnjës apo bandës së Durrësit. Unë flas për ne gazetarëve as telefonin nuk na lejoi, sepse ishte një punojës policie i cili bënte ushtronte kontrollin. Olona, kjo është normale, Olona, tani mos bëjmë neve sikur kemi status veçantë. Të po them, dikur ka qenë punojës policie që bënin ushtrimin e kontrollit. Tani janë punojës policie të policisë private të cilët bëjnë dhe ushtrim kontrollin. Avokati tha pak më parë që nuk funksiononte detektori. Më fal, në momentin që në një gjykat nuk funksiononte, nuk ka sinjal detektori. Nuk ka sinjal. Po nuk funksionon, është. Fakti që nuk ka sinjal, në momentin edhe ju tha pak më parë që edhe ripi në momentin, nëse ke edhe rip në mes, në momentin që ti kalon ajo vit, sepse është e vendosur në atë mënyrë që çdo lloj gjëje që mund të ketë, do t'ja bëj. Edhe telefonin nëse e ke, do t'ja bëj. Olona, të kërkoj ndjes
tani filloi përplasja mes institucioneve pas deklaratës së ministres së Brendshme Albana Koçiu. Gjykata e lartë, ja një sekond, Aurora, të lutem. Ka reaguar dhe thotë që garantimi i sigurisë fizike të gjyqtarëve është përgjegjësi e drejtë për drejtë shtetërore. Dhe kur thuhet shtetërore, trupa gjyqësore e gjykatës së lartë shpreh tronditje dhe dhimbjen e thellë për ngjarjen tragjike që solli humbjen e jetës së gjyqtarit gjykatës së apelit jurisdiksionit përgjithshëm Astrid Kalaja dhe përcjell ngushëllimet të sinqerta të tij. Është sinjal alarmi për gjendjen e sigurisë në cilën ushtrojnë funksioni gjyqtarët e Republikës së Shqipërisë. Por, sipas gjykatës së lartë, kjo gjyqtari duhet të ndihet i mbrojtur dhe respektuar në ushtrimin e detyrës, jo vetëm nga pikpamja fizike e infrastrukturore, por edhe përmjet një klime publike të respektit dhe përmbajtjes së gjuhës që përdoret nga figurës së tij. Pra, ky është një avancim përtej asaj që ne themi e ka fajin policia apo se ka fajin policia, por edhe klima politike thot gjykata e lartë. Dhe kjo është një deklaratë për një shumë e fortë. Sepse çdo formë denigrimi apo përbuzje ndaj gjyqtarit synon autoritetin e drejtësisë dhe besimin e qytetarëve në shtetin ligjor. Po tani këtu gjykata e lartë kam shumë një mesazh të drejtë për drejtë dhe për kryeministrin Edi Rama, që i kanë nxjerrë gjyqtarët me foto edhe që i kanë sulmuar për dhe Berisha që e quan Altin Dumani për shembull ti kryekriminal dhe spaku në organizatë terroriste, Po padyshim po them, ne kemi një kryeministër që i denigroni, pastaj kuptoj që ti e shikon me syrin e syrit, po mos ma ndaj këtë Rama është i keqi dhe s'ka të tjerë. Rama, jo më këtë drejt, po të jap të drejt, por tani edhe opozita nuk është kështu engjëlli, ky është djalli dhe opozita është engjëlli. Shiko. Nëse në momentin që u sulmuan nga ai që më qeverisë dhe që ka gjithçka në dorë, opozita vetëm fjalën ka në dorë tani, se nuk është se kanë ndonjë gjë të madhe për rreth fjalës. A dhe atë fjalën e diskutueshme është Aulona, e ka se ka. Avokat, ja te ke avokat. Ja Aulona, lutem, ta thot avokati vendimin e tij. Atëherë duhet i marrim gjërat pak me rrallë. Le të marrim domethënë faktin që me reformën territoriale edhe me shkrirjen e gjitha gjykatave të apelit duke I përqendruar në një gjykatë apeli të vetme në Nëse kjo çështje tjetër, po flas këtu klima. Jo, klima domethënë është fakti që pala vjen interesohet 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 7 vjet dhe nuk I del domethënë gjykimi. Okej, ku kjo tani klima te politika avokat Jo, ka besoj. Edhe një herë bëhet fjalë për gjendjen emocionale të palëve. Gjeli. Kryetari I opozitës thot kryeterroristi. Shiko, bëhet fjalë për gjendjen emocionale të palëve, të cilat marrin pjesë në gjykim, nëse ato janë të gatshme për të përballuar gjithë drejtësinë, sepse vendimi I gjykatës, lajmi I gjykatës lartë që ju thatë çon domethënë atë deklarata e cila e çon në një nivel tjetër domethënë diskutimin për sa I takon sigurisë gjyqtarit, bën fjalë për figurën e gjyqtarit, për mënyrën me të cilën ai denigrohet, mënyrën me të cilën pala e përjeton nëpërmjet sporteleve, nëpërmjet vendit ku pritet si popull, nëpërmjet personave të cilët e presin, nëpërmjet personave të cilët e shoqërojnë gjykatë. Pra janë të gjithë personat të cilët nuk I japin shpresën atij se do bëhet drejtësi dhe në momentin e fundit është revolt popullore. Përsa kemi një reagim të kryeministit Rama që ta komentojmë. Ngushëllime vëllazërore familjes së gjykasit të ndjerë Astrid Kalaja dhe u pret në paqe. Agresioni kriminal mbi gjykasin kërkon padyshim përgjigje më ekstreme ligjore ndaj agresorit, por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë të brendshëm të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhje mes policisë private në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë, kjo ngjarje tragjike besoj se është argumenti më I pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënës në kodin penal të dënimit për mbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojrat me afatet në dëm të mbrojtjes për zjarrit të armëve të palishme, këtë që thatë ju. Lutem gjithashtu që ky moment kaq tronditës të nxjisë edhe reflektim për lehtësinë me cilën trajtohet rëndom armbajtja pa leje në proceset gjyqësore. Pra, zoti Rama përveç se është shprehur njerëzisht në ngushëllime, e ka këmbgulur theksin të kjo për armbajtjen pa leje. Dhe kjo I ka bërë apelin edhe gjyqësorit. Po pikërisht, procesi Tashti bëhet fjalë për gjendjen psikologjike të një pale, për aftësinë e tij për me gjetë armën edhe me vra një person të pafajshëm I cili dihet botërisht është I pafajshëm, edhe ai vetë personalisht në momentin që kryen aktin e di që është I pafajshëm. Pra nuk ka qytetar në Republikën e Shqipërisë që nuk e kupton që gjyqtari që e bëndimin është I pafajshëm.
nuk ka lidhje fare me palët, nuk ka lidhje fare me etikën, nuk ka lidhje fare me gjendjen emocionale, nuk ka asnjë lloj lidhje me sigurinë e gjykatës. Është aty për të dhënë një mendim. Nëse shteti i ka kriju kushtet, do japin mendimin X. Nëse shteti nuk i ka kriju kushtet, mund të japin X, Y, Z, etj. Pra, vendimarrja e gjyqtarit, sidomos e gjyqtarit Astrid Kalaja, ka qenë e paperceptueshme për palët, sepse ishte jashtëzakonisht popullor për sa i takon mënyrës me të cilën ai hetonte çështjet, mënyrën me të cilën diskutonte edhe me kolegët, edhe në gjatë procesit gjyqësor, pavarësisht se kishte një eksperiencë jashtëzakonisht lartë edhe në marrëdhënie me persona. Komentet për deklaratën e zotit Rama?